është e mirë se ardhë, është absurde në kryeqytet me pas trafik urban. Një shok i klasës ti, llogarit nga fshati Llokar, ju ka dashur të marrë në shkollë me kam. Një orë. Pej Mjal Gramenës, dhe në Prishtinë një orë, i bëj tjesë. Ka 6 kilometra. Pushteti në qeveri menoj diçka tjetër, i dulke diçka tjetër edhe për ata pëson qytetarët. Po normal po, se po ka njerëz që kanë nevojë, s'mund lëvizin, s'kan mjete për taksi për të gjona tjera dhe është e mirë se ardhë, është absurde në kryeqytet me pas trafik urban. Më ka pengue, po jo ashtë shëpsone, thash jam madhërus i lëvizjes këtë lirë, në relacionet gjata shkoj me mjetë personale kështë. Po faj është i përgjithshëm. Normal, përgjithshëm o kryetari i komunës. Ai do të me ditë shpejt vetë çka ka, çka do të me punu. Jo kur bllokohet totalisht me çuplëhën. Baj gjithkush tenton me largu fajin prej veti. Kërkush thot që jam fajtor personalisht. Normal, logjikisht, dihet kush është fajtor. Kryetari i komunës është përgjegjës, është zot shtëpie për kryeqytet. Ka konkuru me marrë votat, atë duhet me punu. Dhe jo me najnë zyre. Ti kërkun me këshire mbetorinat. Kjo torp për kryeqytet. Na këna qesh me nacionalitetet tjera, na të shpja u të projmë për zotin. Po shtorp në kryeqytet, kështu mbetorina me hasë. Ku kjo me shku deri në fushë Kosovë? Një orë. Pej Mjal Gramenës, dhe në Prishtinë një orë, i bëj tjesë. Ka 6 kilometra. Po vallaj, ma kanë mundësu edhe kodjek, ma kanë bo atë për bidesën, po ju mësu në komis. Nuk kom që kështë një për autobuza heq. Kështë ka pasë autobuza private taksi, nuk ka si kohën për para, si ke prit me orë autobuza, ta shka taksi, autobuza, kere, gjdo njoni ka kere. Trafik urban është pjesë e jetës një shoqërie normale. Me ndërprit trafik urban, në mendoj që është tejet një disfat e shoqënisë, qeverisë, lokale, qendrore, se di çfarë gëzimi do të mu konsideru kjo. Gëzim kishin me arrit, për shembull Kosova me hin BE me njëherë. Po me tunal trafiku e me u liru me pas gëzim, jo faleminderit, qas i gëzime s'po du. Unë se kom pas të domosdoshme, po që kom kolegë cilët e kanë të domosdoshëm udhëtimin me trafikun urban. E që kanë bo ata gjatë këtyre ditëve? Me siguri kanë sjell familjarët, ose janë gjetë ashtu si cilë mënyrat vetë. Ne udhtojmë me trafikun urban edhe ka qenë i kaos i jashtëzakonshëm që nuk kem pas kësi përvoja kohë gjatë. Edhe fajtorive që po dihet, kush e pat mundësin me i qitë ma herët, Ministria Financa, po besoj që qëllimisht e ka prolongu procesin, pasi që më shprej në mënyrë popullore, ju djegu shumë që fitoj Rama, dhe menoj që këtu ka qenë ai problemi kryesor, sepse qytetari, pavarësisht se cilin subjekt e voton dhe e përkra, ndaj qytetarit, kryetarit, edhe ministri, edhe qeveria duhet në me kon nivel të detyrës. Unë e shpresoj dhe besoj që mo nuk do të ketë kësa lloj problemi. Unë djalin e vllaut e kam në Ali Sokol, një shok i klasës ti, llogarit nga fshati Llokar, ju ka dashur të marrë në shkollë me kam. Sa që vllau e se marrë djalin e ti, e përcjell edhe ato deri tek shtëpia sepse i vike keq prej fëmijëve. Kështu që shpresojmë që po bëhet më mirë. Fajin, të gjithë fajin jetim edhe, po fajin e kanë dy partë. Se pushteti në qeveri menoj diçka tjetër, i dulke diçka tjetër edhe për ata pëson qytetarët. Po gjaty në ditëve në ka me thua dikon 3 kilometra çdo ditë
s'është edhe aq larg atë, po jena mësuar urbane dhe tani na vdo ke jo mirë.